Po e ritheksoj, është sistemi i drejtësisë, prokuroria, ajo e cila duhet të bëj shumë më tepër në mënyrë që të zbardhet e vërteta, të sqarohet rasti dhe të sjellet drejtësia. Si lëvizje vetëvendosje fillimisht, e tash edhe si qeveria e Republikës Kosovës, na ka në dispozicion për çka do që u nevojitet, por ne punën e prokurorisë edhe të sistemit të drejtësisë nuk mund ta bëjmë. Këto janë shtylla të ndara të pushtetit. Ne shprehim gatishmërinë, vullnetin dhe interesin ton për drejtësinë dhe për të vërtetën. Ka shumë mundësi që në këtë rast duhet të hetohet edhe procesi i hetimit që është zhvilluar në fillet e tij. Meqense kur diçka nis mbrapsht, atëherë bëhet dyfish më vështirë që të bëhet mbar. Ne kemi gatishmërinë edhe interesimin, por si kryeministër Republike, unë, aktivistët tonë, ministrat tonë, deputetët tonë, nuk mund bëhen edhe prokurorë e gjykatës. Është domosdoshme që të merret me prioritetin më të lartë mbyllja e kësaj plage të hapur.